Komunizmi si proces shoqëror ka qenë një proces represiv dhe që ka lënë pasoja shumë traume në zhvillimin ekonomiko-shoqëror dhe politik. Ata gjithmonë e kanë parë si një krijesë artificiale dhe non-stop kanë raportuar se një ditë do të zhbëhet. Mirëmbrëma shikues të nderuar. Javën e kaluar kemi transmetuar pjesën e parë të dokumentarit CIA për Kosovën, ku janë publikuar një sër dokumentesh interesante të inteligjencës amerikane për periudhën mes dy luftrave botërore, pushtimin e Kosovës nga italianët dhe bashkimin e shqiptarëve në një shtet të vetëm. Sonte në pjesën e dytë të këtij dokumentari do të fokusohemi tek ripushtimi i Kosovës nga Jugosllavet, gjendja e mjerueshme e shqiptarëve në këtë kohë dhe lufta e komunizmit ndaj fesë islame dhe katolike dhe favorizimi i hapur ndaj fesë ortodokse. Një kapitull i veçantë i këtyre dokumentave i kushtohet edhe përpjekjes së serbëve, sigurisht me ndihmën edhe të komunistëve tonë, për asimilimin e shqiptarëve duke i dërguar ata në shkolla turke. Ju ftoj ta ndiqni pjesën e dytë të dokumentarit CIA për Kosovën. Generale a Kosovo, ricongiunta all'Albania. Vitin 43 do thot ndihet një gjallëri e madhe shqiptarëve në territorin e Kosovës së sotme. Për herë të parë arsimi shqip, flamuri kombëtar. Rezistenca thujase më e fundit në Evropë ka ekzistuar me brigadat e Shabon Polluzhës. Pas 1945 që ishin kthyer në Kosovë nga Shqipëria, që kishin përhap arsimin, kulturën, ndjenjën e krenarisë kombëtare. 90% të këtyre dokumentacioneve të konsultuara janë dokumentacione reale të cilat shfaqin momente shumë të rëndësishme të kësaj periudhe të historisë. Umro je drug Tito. Josip Broz Tito vdiq me 4 maj të vitit 1980. A ditë kishte nisur edhe rënimi i pashmangshëm i Jugosllavisë. Si shihet në kronikat e kohës të televizioneve kroate e serbe, vdekja e tij kishte shkaktuar mërzi dhe dhëmbje në krejt republikat dhe krahinat. Sigurisht, edhe në Kosovë, njerëzit vajtonin ato ditë për marshallin Tito. Në vitet e 60-ta dhe sidomos në vitet 70-ta, pozita e shqiptarëve ishte përmirësuar ndjeshëm në Jugosllavi, por vitet e para pas luftës së dytë botërore duket se kanë qenë të rënda për ta. Ishin kryer masakra të tmerrshme. Shqiptarët ishin detyruar të largoheshin në Turqi, kurse të tjerët që kishin ngelur këtu detyroheshin të shkonin në shkolla turke e serbe,
vetëm e vetëm që të asimiloheshin. Fatkeqësisht, serbët dhe malazezët në këto plane nuk kanë qenë vetëm. Me ta ishin edhe udhëheqësit komunistë shqiptar. Zona Express, në pjesën e dytë të dokumentarit CIA për Kosovën, sjell dokumentet ekskluzive të inteligjencës amerikane për periudhën e pas luftës së dytë botërore. Po më thënë të drejtën, ato dokumentet kishin një kronologji interesante, kishin përfshi shumë ngjarje historike, domethënë qysh prej parashkallës pavarësisë Shqipërisë deri në pas luftës së dytë botërore. Ngjarjet ishin të përfshira edhe me emra të njerëzve, aktorëve kryesorë që kanë bërë historinë atë kohë të besueshme, pra se ku janë marrë dhe tek janë marrë nuk kam ndonjë informacion. Historikisht këto dosje mendoj që janë shumë të vlefshme, për arsye se shpalosin detaje të cilat nuk janë dhënë as nga mediat e asaj kohe. Do thotë kjo është një dije e përgjithshme që njerëzit e informuar në Kosovë, historianët i dinë ato, kanë shkruar për to, por në detaje të veçanta janë nxjerrë dhe janë tubuar nga CIA që besoj që jepin më shumë kredibilitet të gjithë atyre shkrimeve që janë shkruar për historinë deri më sot, e sidomos në aspektin e pastrimit etnik të shqiptarëve, i cili ka shkuar gradualisht qysh nga përfundimi luftës parë botërore deri te pastrimi etnik në vitin 1999. Po, unë s'pare duhet ju falenderoj për angazhimin edhe për përkthimin e këtyre dokumenteve të vlefshme. Natyrisht se për secilin historiant publikimi i dokumenteve burimore ka një rëndësi të veçantë. Posaçërisht me këtë rast, kur ato kanë një distancë kohore më tepër se 70 vjet, edhe janë analizat e një agjencionit të verifikuar, domethënë të cilët e kanë futur në fokus edhe në ato rrethona mjaft të rënda çështjen e Kosovës. Komunistët që marshuan në Kosovë me propagandën për një shoqëri të barabartë, në fakt, qysh në ditët e para, thelluan edhe më tej ndasit mes religioneve dhe kombeve. Kështu, ata nisën një përndjekje masive ndaj prisëve fetar të dy besimeve të shqiptarëve të Kosovës, musliman dhe katolik. Përderisa, haptazi favorizuan ortodoksët, fe e cila ishte dominuese të serbët dhe malazezët. Madje, sipas dokumenteve të CIA-s, komunistët vranë disa hoxhallar dhe priftërinj katolik. Derisa kishat ortodokse u kursyen nga persekutimi në njërën anë, shumë xhami dhe kisha katolike u mbyllën për besimtarët në anën tjetër. Asim Lusha, myftiu i Gjakovës, u vra. Personalitetet tjera fetare të fesë muslimane u burgosën dhe u detyruan të braktisnin të gjitha aktivitetet fetare dhe të nisnin punën si zyrtar në përzyra të ndryshme. Akuza kryesore kundër tyre ishte se ata ja dolën në krah reaksionarëve, nga të cilët ata merrnin edhe mbështetje. Pavarësisht kësaj dhe aktiviteteve të tjera të ngjashme, ligjet komuniste në Jugosllavi lejojnë lirinë e besimit. Gjeneratat që janë më të vjetra, domethënë për ne e tutje, të cilët e kanë përjetuar, domethënë këtë regjim, dhe siç është tashmë e njohur botërisht, komunizmi si proces shoqëror ka qenë një proces represiv dhe që kalon pasoja shumë të rënda në zhvillimin ekonomiko, shoqëror dhe politik
në arenën ndërkombëtare. Ndërkaq për shqiptarët komunizmi ka qenë dy fish, apo më mirë me thonë shumë fish i damshëm, për arsye se shqiptarët jo vetëm se i gjenë në një gjendje të vështirë të pozitës politike dhe gjatë luftës, por në mënyrë të veçantë pas luftës, dhe Kosova ishte një zonë ku kishte përjetuar masakra, ku kishte përjetuar likuidime masovike, ku kishte përjetuar vrasje pa gjyq, likuidime të personaliteteve më të shquara, figurave më të ndritshme të frymëzimit të nacionalizmit. Mirë po, që më ka bo përshtypje që analizat të cilat janë banë në këto 120 pika të detajume, janë në mënyrë shumë koncize, por edhe një vlerësim mjaft real me kohën. Ata përshkruajnë gjendjen historike të popullit shqiptar të Kosovës, numrin, domethënë, e shqiptarëve, ata thonë se në atë kohë, domethënë 44, 45, në ish Jugosllavi kishte përmi 900.000 shqiptar. Duke i vendos aty ku 85% të popullsia shqiptare është në Kosovë, ndërsa në Maqedoninë Perëndimore, në Maltezi edhe në viset e Preshevës të Bujanovicit, një numër i konsiderueshëm i shqiptarëve të cilët janë ekspozuar metodave mas njerëzore të likuidimit, të diskriminimit dhe të shfrytëzimit më të egër të regjimit komunist. Komunistët, sipas raportit, në të njëjtën kohë ushqenin edhe ndarjen mes muslimanëve dhe katolikëve shqiptar. Në fushatën e tyre kundër katolicizmit, të cilin ata e definojnë si internacionalizëm i zi, komunistët jugoslav nuk kursyen as edhe numrin e vogël të katolikëve shqiptar në rajonin e Kosovës, përafërsisht 25.000 persona. Ndërmjet viteve 1941-1944, persekutimi nuk u kufizua vetëm te feja, por u zërua edhe tek aspektet e tjera të jetës. Në fushatën kundër katolikëve shqiptar, qeverisë i shërbyen edhe komunistët shqiptar të besimit musliman, si dhe serbët dhe malazezët. Masa shtrënguese, përfshirë arrestime, ishin përdorur nga autoritetet e qeverisë kundër klerit katolik, sidomos pas vrasjes së priftit atë Pjetër Bernardin Lupi me 1946, dhe gjyqet e dëm Pjetër Berishës e dëm Mark Shirokës që pasuan më vonë. Me 1950, antarët e klerit katolik në Gjakov dhe Pej u përzun dhe u dënuan me nga 2 deri në 3 vjet burg. Ata u akuzuan për sabotim duke u përpjekur t'i bashkohen klerit katolik të Jugosllavisë në një protestë. Raporti i CIA-s vën në dukje se përderisa muslimanët dhe katolikët përndiqeshin dhe vriteshin, ortodoksët favorizoheshin haptazi nga pushtetarët jugoslav. Në anën tjetër, që prej vitit 1945, qeveria jugoslave premtoi hapjen e një shkolle teologjike për serbët ortodoks në Prizren, e cila edhe do të financohej nga qeveria. Shovinistët fanatik serb përzgjodhen stafin dhe mësuesit. Në pranverën e vitit 1950, në përvjetorin e themelimit të shkollës, fotografitë e saj dolën në shitje në përlibrarit e tërë Kosovës. Në fotografi shkruhej: "Lavdruar qoftë Zoti për slirimin e Kosovës." Shumë ankesa dhe protesta nga shqiptarët anonim vërshuan zyret e komiteteve rajonale dhe komiteteve përkatëse në qeverinë e Serbisë. Përgjigja që vinte nga këto zyra ishte se kleri është i lirë t'i lutet Zotit në të cilin beson. Ne nuk mund t'i përzihemi në lutjet e tij. Përhapja e islamizmit tek shqiptarët ka ardhur nëpërmes perandorisë osmane.
jo gjithmonë o shpërnda islami me dhunë. Ka pas shumë raste që popullsia ka përqafu islamin si fe të tyre të re, mirë po na jena bartësit e shpërndarjes edhe të fesë krishtere. Na shqiptarë, dhe më thonë, i lirët janë ata cilët e kanë pru fenë edhe prej Jeruzaleme deri në trevat i lire. Dhe më thonë, kemë përqafu edhe fenë krishtere, kemë përqafu edhe fenë islame. Me dhunë o shpërnda edhe feja ortodokse. Çdo herë kur është tentu që të sërbizohen shqiptarët, ose një komunitet tjetër, me do e mas është dashme kanë edhe ortodokse, për ndryshe s'ka mujt me qenë sërbë. Njëjtën praktike ka bërë edhe greku poshtë, domethënë për me qenë grek ti duhesh me kanë ortodoks. Edhe për me qenë sërb duhesh me kanë ortodoks, për ndryshe s'mundesh me kanë i një fe tjetër edhe me kanë sërb. Këto kanë qenë fenomene. Atëherë kur s'kan mujt sërbët me realizu një gjatë tillë, atëherë ata janë marrë me spastrime etnike të aty në territoreve, edhe monumentet e kultit që kanë qenë aty i kanë përvetësuar për vete. Domethënë se raste konkrete këtu kemi shembull kena qytetin e Bajskës, që është në pjesën veriore atje Mitrovicës, që dikur edhe sot janë varrezat e themelet e xhamisë që ka qenë komplet e banuar për shqiptarëve. Gradualisht ata kanë bërë veten, tu i largu edhe derisa e kanë spastruar komplet. Kena Vallçin, e kena Zherevnicën, që është një vend banim i cili ka qenë komplet i banuar prej shqiptarëve, Zherevnica. Sot nuk është asnjë frymë shqiptare aty. Domethënë ata kanë kur s'kan mujt me arrit realizimin e popullsisë me kthy në serb apo me anrua dhe konfeksionin, ata kanë bërë pastrimin etnik. Grabovci komplet në tapit të vjetra, thuhet që është pjesë e fshatit Trahove, banorëve Trahove, ndërsa Serbovci manena është i fshatit Vllahinalt, që në pjesën e ngritur, në pjesën kodrinore malore që banojnë ato fshatra, ndërsa ato toka sot janë të etnikisht me serbe. Të gjitha këto shtrihen në rrjedhën e Ibrit, domethënë rrjedhën e Ibrit, një tokë pjellore, një tokë e ol, një tokë e mirë për beriqete, ndërsa për monumentet veç i kanë tjetërsuar. Gjatë festave ortodokse serbe, qeveria i lejonte komunistët të merrnin pjesë në ritet fetare. Këto kryeshin me shumë pompozitet, derisa shumica e pjesëmarrësve ishin serb e malazez. Komunistët zakonisht shfrytëzonin këtë mundësi për t'i shpalosur medaljet dhe dekoratat e luftës. Ata paraqiteshin në skenë të rruar mirë dhe me dukje të re, ndërkaq priftrinjtë ortodoks bekonin këta burra që kishin marrë pjesë në çlirimin e Kosovës, thuhet në raportin e CIA-s. Megjithatë, muslimanët të cilët përbëjnë numrin më të madh të popullsisë, sipas dokumenteve të inteligjencës amerikane, ishin të mbushur për plot besim fetar. Edhe pse shumë xhami u mbyllën, besimtarët janë mësuar në numër të madh atyre që janë ende hapur, duke demonstruar kështu solidaritetin dhe përçmimin për shtypësit komunist. Shumë familje shqiptare që jetojnë në Prizren, Prishtinë dhe Pej e flasin turqisht në rrjedhshëm sikur edhe gjuhën shqipe. Për këtë arsye është edhe një tendencë e serbëve që ata të cilët të flasin turqisht t'i shpallin me prejardhje turke dhe duhet, sipas tyre, të edukohen në këtë gjuhë. Ata shfrytëzojnë ndjenjen fetare të popullata e kësaj ane për të dekurajuar miqësinë që muslimanët shqiptar kanë me katolikët e këtij rajoni, për të cilën thonë se nuk tolerohet sipas fesë muslimane. Shqiptarët e Kosovës që këmbgulin në një miqësi të tillë, duhet që sipas tyre të quhen katolik dhe në këtë rast pse nuk shkojnë në Rom. Si rëndom, edhe kjo shtypje ndaj lirive fetare nuk bëhej pa miratimin e bashkëpunëtorëve shqiptar të komunistëve dhe vetë liderëve komunistë të asaj kohe. Raporti i CIA-s godet rënd, sidomos 3 figura të njohura të asaj kohe. Fushata propaganduese antifetare, e cila është zhvilluar në një formë arti nga qeveria, ka pasur ndikim te popullata. Ata gjithmonë joshën me premtimin për ushqim, veshëmbathje në mënyrë që të fitojnë ose nënshtrojnë popullatën. Qeveria ka qenë e suksesshme për të bërë për vete njerëz si Hafiz Bajrami i Gjakovës, Sheh Alia i Prizrenit dhe Gjevdet Pallaska, sekretar i Reis Ulemas së Sarajevës. Këta janë burra pa moral, të pa fe dhe pa skrupuj social e patriotik. Historikisht, Amerikanët mund të them se kanë filluar të
marrin rolin një fuqie botërore gjatë luftës parë botërore. Do të para përfundimit të luftës parë botërore, Amerikanët fillojnë të sillen si një fuqi botërore. Deri atëherë, Amerikanët ishin pak a shumë të koncentruar në kontinentin e tyre dhe nuk ju interesonte fort çka ndodhte në Indi, Kinë, Evropë, dhe ishin shumë amerikanocentrik, nëse mund të themi kështu, të koncentruar brenda kontinentit. Me kërkesën e britanikëve dhe rusëve, amerikanët kyçën në luftën e parë botërore dhe këtu fillon një dikim i një Amerike si superfuqi, e cila më nuk mendon vetëm brenda kontinentit vet. Dhe këtë në dosjet e CIA-s që janë publikuar tash, pas 50 viteve që janë deklasifikuar, e shohim që është pikërisht viti 1919, fillimi i një misioni të CIA-s i themeluar në Beograd, që lidhet me datën e konferencës së paqes në Versailles, e cila konferencë do të thot i ka vu kufit e ri për Ballkanin. Këtu e shohim që amerikanët qysh nga viti 1919 kanë qenë në Jugosllavi, kanë raporte të sakta për çdo ndodhi që ka ndodhur në Jugosllavi, e sidomos kjo pjesa jonë që lidhet do të thot me Kosovën, Maqedoninë dhe shqiptarët. Diskriminimi dhe shtypja ndaj shqiptarëve në vitet e para të pas luftës së dytë botërore ishte shtrirë pothuajse në të gjitha aspektet e jetës. Libra shqip pothuajse nuk kishte fare dhe për përkthime të ndryshme kërkoi aprovim paraprak nga autoritetet. Sigurisht, e njëjta praktik nuk zbatoi kur bëhej fjalë për tekstet në gjuhën serbe, saktëson raporti i inteligjencës amerikane. Rregulloria për shitjen e librave shqip ka ndryshuar shumë herë, dhe sa herë ka ndodhur kjo, çmimi i librit është rritur. Rregullat e lëshuara me 1949 për librat shqip në të vërtetë hyn në fuqi me 1951. Këto rregulla ndihmuan në publikimin e një antologjie shqiptare. Shkrime për Bajram Currin, një libër për folklor dhe një tekst për përdorim në shkolla fillore. Shumica e këtyre librave ishin përkthime nga gjuha serbe. Plani mëdjallëzor i komunistëve jugosllav dukej se ishte eliminimi i shkollës shqipe. Ata kishin bërë plane konkrete që shqiptarët i dërgonin në shkolla në gjuhën turke, në mënyrë që pas disa vitesh ta ndryshonin përbërjen demografike të Kosovës. Qëllimi kryesor i politikës së brendshme jugoslave është të transformojë muslimanët shqiptar. Me qëllim të avancimit të interesave të tyre, një pjesë e popullatës që jetojnë nëpër qytete kanë përvecuar gjuhën turke për tregti dhe marrëveshje me qeverinë. Por ka dhe të atill që besojnë se gjuha shqipe duhet përdorur vetëm kur flet me njerëz të pa edukuar. Për arsye të pastra materiale, 10 familje kosovare kanë filluar të flasin turqisht. Në të njëjtën mënyrë siç ndodh nëpër ambiente mondane, ekziston një dëshirë e çmendur për të folur frëngjisht sesa për të përdorur gjuhën e nënës. Pas 30 vjet dominimit të Serbisë, gjuha turke e folur nga këta njerëz ka degeneruar në një përzierje të fjalëve të gjuhës shqipe dhe asaj serbe. Bile edhe dhënia e mesazheve të fesë muslimane në gjuhën turke është bërë e vështirë për kosovarët. Megjithatë, ka një numër familjesh në Prizren, Prishtinë, Mitrovic, Vučitrn, të cilët vazhdojnë të flasin turqishtën. Ata po ashtu kanë pasur rastin të manifestonin ndjenjat e tyre me 1945, kur ranë prapë nën pushtimin serb. Në fakt, kjo është bërë nga një minoritet në qytetin e Shkupit dhe në fshatrat të Mamushës në rajonin e Prizrenit. Sipas raportit të CIA-s për Kosovën, më 8 mars të vitit 1951, kur festohet dita e gruas antifashiste në botën komuniste, autoritetet kishin zgjedhur që ta hapnin një shkollë turke, e jo një shkollë shqipe. Aty përmendet edhe një deklarat e turpshme antishqiptare e Shaqir Aliut.
Ceremonin e inaugurimit e udhëhiste Xhavet Nimani, antar I Komitetit Qendror Komunist dhe fjalimin e mbajti Shaqir Aliu, antar I Komitetit Rajonal Komunist. Të nesërmën e këtij organizimi, Aliu tha se më mirë do të bëhej rom se sa të konsideronte veten edhe një herë shqiptar. Në fjalimin e tij, ai tha se socializmi ka një tendencë që të marshojë me hapa gjigant dhe dinamik drejt lartësive kulturore dhe se gjua shqipe, e varfër siç është për nga natyra, nuk mund të mbajë ritmin e kërkuar për t'i arritur këto lartësi, dhe si pasojë duhet studiuar gjuhën turke për të arritur atje. Para 8 marsit 1951, ditën kur u themeluan shkolla turke në Kosovë, sipas dëshirës së Partisë Komuniste Jugoslave, makina propaganduese për të bërë fushat në favor të hapjes së saj ishte vënë në aksion në ndrejtimin e Alush Gashit. Antarët e Partisë Komuniste në Kosovë ishin të suksesshëm në interpretimin e dëshirave edhe nga ato më të vogla të Komitetit Qendror, që u komunikoheshin me gojë ose nëpërmjet letrave. Gjatë një takimi të Komitetit Rajonal me 12 mars 1951, Gojko Pajković, sekretari përgjithshëm I partisë, tha se qeveria është gati të japë mbështetje tërë atyre që flasin gjuhën e nënës, turqishtën në shtëpi dhe që shpresojnë të edukojnë fëmijët e tyre në këtë gjuhë. Në këtë mënyrë, qeveria e Jugosllavisë është vendosur të zgjidhë çështjen e antislavizmit në Kosovë, thuhet në raport. Dhe një metodë tjetër shumë specifike ishte edhe ajo që të popullatën shqiptare të pas parasysh përbamjen konfesionale të shqiptarëve të Kosovës, ata e kanë trajtuar si popullat me origjinë turke. Dhe për faktin e ignorancës së shumicës popullsisë, tu e ditë se mbi 500 vjet kanë qenë nën sundimin e perandërisë osmane, ata kanë arritë që diku të ngulitin, domethënë këtë ndjenjë, edhe të krijojnë atmosferën se këtu është e pamundur për të jetuar, po duhet të shpërngulin në Turqi atje ku I kanë, si më thonë, origjinën dhe mundësinë për me ekzistuar. Natyrisht, kjo është bërë me metoda mjaft specifike, si më thonë, zbukurue jetën e Turqi dhe tuja u krijuar mundësitë në mënyrë kolektive që shqiptarët të shpërngulin nga Kosova. Detajet e planit për denacionalizimin e shqiptarëve ishin diskutuar në shumë takime sekrete të mbajtura në Inspektoratin e Edukimit në Prishtinë, në takimet e Partisë Komuniste dhe në shtëpinë e Gojko Pajkovićit. Kështu, dihet për 3 takime të mbajtura në shtëpinë e Pajkovićit, 2 në atë të Dushan Mugoshës dhe 1 në shtëpinë e Petar Stambulliqit. Dy personalitetet e njohura që kundërshtuan masat e tilla ishin individ që kishin një të kaluar të papërlyer patriotike. Ndoshta pas 7 vjet veprimesh kriminale, ata u quan në mbrojtje të njerëzve të tyre. Si rezultat I ndërgjegjjes së vrarë, Fadil Hoxha ishte shkarkuar nga pozita e tij si president I Këshillit Rajonal, pasi kishte thënë se procedurat të tilla nuk bëjnë pjesë në direktivat e partisë. Shkarkimi I tij hyri në fuqi me vendim të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste dhe vetëm për shkak të shërbimit të tij si partizan I u dha detyra e inspektorit brenda Komitetit Komunist të Serbisë. Xhavet Nimani ishte shkarkuar nga pozita në Drejtoratin Ekonomik të rajonit. Janë disa momente të rëndësishme kur Jugoslavia komuniste, përkatësisht Serbia, me tepër shfaq tendenca për mos lejimin e shkollimit të shqiptarëve, me idenë që shqiptarët nuk kanë nevojë të mësojnë gjuhën e tyre, me që jetojnë me serb dhe ata njohin gjuhën serb dhe mundësia për të marrë vesh është krejtësisht e kollajshme. Pastaj intelektual, mësues, patriot, por edhe klerik patriot, domethënë janë përsekutuar, madje edhe janë vrarë në kohën vendosjes e pushtetit serb dhe jugoslav në Kosovë dhe praktikisht në detaje këto janë pasqyruara në këtë vëllim të dokumenteve. Ky plan I komunistëve duket se kishte dhënë rezultate konkrete në terren.
pasi që inteligjenca amerikane në raportin për Kosovën tregon se numri i nxënësve në shkollat shqipe ishte reduktuar tej mase, përderisa ishte rritur në mënyrë enorme në shkollat turke. Bie fjala, në vitin shkollor 50-51, në Prizren kishte 97 nxënës shqiptar, kurse një vit më vonë në shkolla turke kishte 800 nxënës. Në Prishtinë kishte 63 nxënës në shkollën në gjuhën shqipe, e 350 në shkollën turke. Në Mitrovic kishte 90 nxënës në shkollën shqipe, kundrejt 200 nxënësve në shkollën turke. Në Pej 70 nxënës kundrejt 120 nxënësve. Në Gjilan kishte 34 nxënës në shkollën shqipe, e 100 në atë turke. Në Vushtri, në vitin shkollor 50-51, kishte 26 nxënës në shkollën shqipe, kurse 83 nxënës shqiptar një vit më vonë kishte në shkollën në gjuhën turke. Mësuesit shqiptar natyrisht kundërshtuan humbjen e nxënësve, disa prej të cilëve patën guximin të kundërshtonin edhe hapur. Si rezultat, 1/10 e mësuesve shqiptar ose u burgosën ose humbën punën, derisa të tjerët u përzun nga Jugoslavia me 30 korrik 1951. Këta ishin shumica instruktor, të cilët pas shkarkimit ishin urdhëruar të dorëzonin shtetësinë e Jugosllavisë, por që kishin refuzuar. Në krejt këtë gjendje të mjerueshme për shqiptarët, raporti i CIA-s përmend një sukses të vogël, të shënuar në Prizren, në shkollën e muzikës në gjuhën shqipe. Megjithatë, pa marrë parasysh mangësitë të ndryshme të këtyre shkollave, fakti se numri i tyre është rritur edhe në Kosovë, edhe në rajonet e tjera ku flitet gjuha shqipe, është i rëndësishëm. Po ashtu edhe niveli kulturor i shkollave të mesme është përmirësuar dukshëm, sidomos në fushën e muzikës dhe artit. Shkolla e muzikës në Prizren ka bërë progres mbres lënës me guximin dhe këmbguljen e profesor Lorenz Antonit nga Prizreni, i cili rezistoi fort dhe bëri të mundur që të ringjall artin shqiptar, traditën e tij dhe këngët popullore. Pjesëmarrja në këtë shkollë është shumë e lartë. Të ketë këti misioni anti-shqiptar ishte Dushan Mugosha dhe komunistët shqiptar në krye me Fadil Hoxhën, shpeshher me heshtin e tyre e në disa raste edhe me miratimin e tyre të plot. Duhet pasur parasysh që historikisht shqiptarët kishin një fuqi pakicë komuniste. Do të thotë nëse e shikojmë sidomos nëse flasim për shqiptarët e Kosovës, do të ishe komunist në vitet 40 ishte sikur të ishe me Serbë. Do të pikvështrimi një kosovari të rëndëm në atë kohë ka qenë kështu. Çështja ka qenë kryesisht ekonomike pronësore, duke pasur parasysh që komunistat kanë besuar në nacionalizimin e pronës. Dhe shumica e të djathtëve të asaj kohe, që ne e njohim si ballist ose si struktura tjera jo komuniste, brenga atyre kryesore ka qenë ruajtja e pronës, ruajtja e pasurisë dhe statusit tyre në shoqëri. Do të thotë nuk është lidhur fort me një ideal. Duhet ta kuptojmë që për Kosovën e vitit 1945, për një shqiptar me ples, nuk ka qenë e qartë se kush është Churchilli e kush është Hitleri. Do të thotë jemi të folë për një kohë ku 97% e Kosovës ishte analfabet. Do të thotë në këtë kohë ky boshti nacionalist ose ky boshti jo komunist, ndoshta është më saktë ti quajmë boshti jo komunist të shqiptarëve, e ka humbur luftën. Do të thotë komunistët fituan në luftën e dytë botërore.
Dhe natyrisht që edhe shqiptarëve ju nevojeten disa komunistë që të dalin në taborin e fituesve të luftës botërore. Kjo është edhe arsyeja pse shfaqet edhe Enver Hoxhaj si lider komunist dhe fitues i luftës së dytë botërore në Shqipëri. Dhe kush janë celulat komuniste do të thotë që u dash që ta rrimarin këtë fitore botërore dhe ta implementojnë në një Kosovë të vogël me plot analfabet, pa ekonomi dhe prapambetur. Sipas raportit të CIA-s për Kosovën, qëllimi kryesor i komunistëve ishte të ndashin shqiptarët e besimit musliman nga ata të krishterë, të mbahej minoriteti shqiptar në nivelin kulturor dhe të përfitohej nga përçarja armiqësore në mes të popullatës, me qëllim që të eliminojë nacionalizmi shqiptar. Këtë këto kishin një qëllim final që të lehtësojë rruga për një regjistrim të popullsisë në Kosovë, me qëllim që të bindeshin fuqitë e interesuara se shqiptarët nuk përfaqësonin 85% të popullatës, por më pak se 50%. Komunistët jugoslav, pas ardhjes në pushtet, nuk dëshironin që të binin ndesh në mënyrë të hapur me premtimet që liderët të Lëvizjes Nacional Çlirimtare u kishin bërë shqiptarëve në vitin 1945. Kështu që i mbajtën në qeveri zyrtar të lartë të minoritetit shqiptar. Shumica e këtyre zyrtarëve shfaqen fleksibilitet të lartë për t'ju përshtatur situatës së re. Megjithatë, që nga viti 1950 e tutje, ekzistonte një trend që pozitat më të mira t'u jepshin serbëve dhe malazezëve. Malazezët në veçanti ishin asimiluar lehtë me popullsinë e Kosovës. Gjoko Pajković nga Berana u bë shef i Këshillit Rajonal, derisa një numër këshillash të tjerë udhëheqeshin nga malazezët. Megjithatë, nuk mund të thuhet se ata gjithmonë, domethënë, përfaqësuesi shqiptarë që janë adaptuar rrethonave të reja, gjithmonë kanë qenë në nivel të detyrës. Po për dy fakte janë shumë të rëndësishme për t'i sqaruar dhe për të pa se pikërisht ata njerëz të cilët kishin dalë nga lufta si figura, si udhëhes, ata kishin luajtur një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në dy periudha historike. Në periudhën e Shqipërisë, domethënë, kur ishte bashkuar Kosova, pjesa më e madhe e Kosovës me Shqipërinë dhe viseve shqiptare, me mbretërinë shqiptare, ata kishin ardhur si mësues, të cilët kishin hap, si më thonë, pjeshtarin e nacionalizmit edhe identizmit shqiptar, edhe natyrisht turma dytë, apo më mirë me thonë, personalitetet që ishin pas 1945 që ishin kthyer në Kosovë nga Shqipëria, që kishin përhap arsimin, kulturën, ndjenjen e krenarisë kombëtare. Dhe të gjithë këta do të trajtohen në mënyra të ndryshme dhe do të montohen në, si më thonë, proceset për likuidim në radhë parë politike, një numër i madh edhe fizik. Megjithatë, edhe në këtë kohë të rëndë, kishte shqiptarë që po bënin përpjekje për rezistencë ndaj komunizmit. Raporti i CIA-s përmend dy njerëz që po përpiqeshin të rezistonin: Mehmet Aliu dhe Ymer Doda. Çuditërisht, asnjëri prej këtyre dy emrave nuk përmenden nga historia jonë, kurse po të kërkosh emrat e tyre në makinat e kërkimit në internet, rezultati është zero. Por ja çfarë thoshte CIA për Aliun dhe Dodën. Me qëllim të rezistimit të padrejtësive të panumërta të qeverisë jugoslave kundrejt minoritetit shqiptar, nacionalistët shqiptar vendosën se nëse do të bashkonin popullatën e pakënaqur të qyteteve dhe fshatrave të Kosovës në grupe, ata do të mund të kanalizonin përpjekjet e përbashkëta drejt një të mire të përbashkët, nga e cila do të linte një lëvizje që do të kishte më shumë karakter kombëtar se sa lokale.
Pas shumë takimeve në mes të një grupi të vogël të individëve në shtëpinë e Mehmet Aliut dhe Ymer Dodës, nacionalistët shqiptar nga Prishtina me 15 shkurt të vitit 1951 arritën të marrin këto vendime. Krijimi një organizate nacionaliste shqiptare me seli në Prishtinë, organizatës do t'i vijej një emër i thjesht me qëllim të shmangjes së çdo dyshimi nga ana e autoriteteve jugosllave në njërën anë dhe mos pajtimit të brendshëm me anën tjetër. Qëllimi i organizatës së re do të drejtohej drejt bashkimit përfundimtar të rajonit të Dugaxhinit dhe territoreve tjera shqiptare me Shqipërinë. Organizata synonte të bashkëpunonte me të gjitha palët, por jo me Partinë Komuniste. Në Gjakov, Prizren, Pej, Plav, Mitrovic, Vushtre, Podujev, Viti, Gjilan, Shkup, Tetov dhe Preshev janë vënd themelet e para të krijimit të degës së organizatave me strukturën e njëjtë dhe nën jurisdiksionin e selis bazë. Celula A në Këshillin Krajinor është përbërë nga 3 persona, por vetëm njëri individ krijon kontaktet me selinë në Prishtinë. Përpjekje të mëtejme janë bërë në krijimin e degëve në Rahovec, Dragash, Suarek dhe në pjesë të ndryshme të Maqedonisë, në Kumanov dhe Maltëzi. Kjo organizat për krahasit e saj kishte rekrutuar në mesin e të burgosërve politik në Prishtinë dhe të atyre që ishin internuar në kampet e punës. Aktivitete operative janë kryer edhe nga antarët të bllokut të pavarur kombëtar. Gjan Gjinaj dhe Kol Çuni dhe planifikimi operativ pjesërisht është kompletuar nga Zef Nikaj, antar i Këshillit të celulës A, dhe Gjan Gjinaj me shok. Megjithatë, një kujdes i shtuar është bërë në zbatimin e masave propaganduese kundër përpjekjes së qeverisë për të prishur unitetin e popullatës shqiptare dhe në masat mbrojtëse kundër intrigave të qeverisë. Më pas në raport renditen edhe 10 pika tjera që kishte kjo organizat, por që duket se rezultati i saj nuk ishte ai i prituri. Rezistenca shqiptare ishte shtypur dhe komunizmi, e më pas edhe shovinizmi serb kishte sunduar në Kosovë edhe për 5 dekadat e ardhshme. Unë mendoj që kjo është një problem i gjatë historik i cili i ka nëse mund them vullosur shqiptarët si një strukturë e cila jeton në Evropë për nuk është bashkë evropiane dhe këtu implikohet edhe feja e cila besoj që ka ndikuar në këtë koncept, implikohet e fuqia e Serbisë, për shembull sepse për një vend evropian është më e lehtë të merresh vesh me një Serbi të fortë se sa me një Kosovë me disa shqiptar të varfër të dobët. Do të thotë nëse e shikojmë në kuptimin e aleancave, tregjeve të mëdha dhe këto natyrisht që serbët janë më shumicë dhe slavët e jugut janë më shumicë dhe për një fuqi botërore më lehtë do të merrte anë në atë anë. Por problemi është se në dosjet e cilat çka shohim për shqiptarët është që ata fillimisht identifikohen si një votër e krizës. Gjithmonë Jugoslavia shihet si një strukturë, kreaturë politike artificiale që një ditë do të shpërbëhet, gjë që edhe ndodhi, dhe flet për një riorganizim të slavëve të jugut karshi jo slavëve në Ballkan për të siguruar një stabilitet. Ajo që ka vërejt në raportet e CIE-s që është esenciale, nuk është çështja të jemi që ata të jenë pro-serb ose të jenë pro-shqiptar, çështja është që ata të sigurojnë stabilitetin në terren, të rregullojnë kufit një herë për gjithmonë, të krijojnë normalizim të marrëdhënieve dhe ta rregullojnë këtë terren që quhet Evropë, por nuk është bash Evropë si Ballkani, që të mund të dalin në sfera dhe terrene të tjera. Në raportin e Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane për Kosovën janë fshirë emrat e bashkëpunëtorëve të saj. Sigurisht, po të zbuloheshin në atë kohë, ata do të vriteshin në gjyqjet e ashtu quajtura të popullit. Por, nëse shikohen nga këndvështrimi i sotshëm, ata duket se kanë qenë heronjë të vërtetë të Kosovës,
që përkundër rrethanave të vështira informonin Shtetet e Bashkuara për situatën në Kosovë. Në krejt dokumentet e deklasifikuara të CIA-s vërehet në çdo rresht qasja pro-shqiptare e inteligjencës amerikane. Qasja e tillë vazhdon edhe në dokumente tjera për Kosovën, e të cilat do të shpalosen në emisionet e ardhshme të Zona Express. Shikues të nderuar, kemi ndjekur kështu pjesën e dytë dhe të fundit të dokumentarit CIA për Kosovën. Shihemi pas një jave. Natën e mirë.